Problemet me shëndetin e detyruan të kërkojë ndihmë mjekësore. Kështu L.R, 52 vjeçar nga Vitia, u paraqit në shërbimin e urgjencës së këtij qyteti. E pas kontrollave të para, mjekët panë se gjendja e tij nuk qe fare e mirë. Është paraqitur këtu në shërbimin e urgjencës primare me djersitje dhe plagështi trupore. Fillimisht kemi vazhduar me realizimin e një EKG, elektrokardiografi, ku vërehet se pacienti është duke zhvilluar infarkt masiv. Së bashku me kolegin tim, doktor Imerin, kemi vendosur që urgjentisht ta transportojmë për në spitalin rajonal të Gjilanit. Megjithatë, sapo mbërriti në spitalin rajonal të Gjilanit, gjendja e pacientit u përkeqësua. Gjatë hyrjes në spitalin rajonal të Gjilanit, pacientit veç fillon duke u keqësuar gjendja, ku i bie saturimi dhe i vije mundim apo një shtrëngim në gjoks. Duke e hyrë në spital aty te shkollët, ne kemi goditur fillimisht pacientin 2-3 herë me grosht dhe pacienti është rikthyer në jetë. Gjendja kritike e pacientit u përsërit çdo 5 minuta, ndonse mjekët po e bënin të pamundurën të mbanin në jetë. Bëhen dikon rreth 16 defibrilime, po ashtu vlen me cikë se është dhënë terapia adekuate në bazë të protokollave në krye me doktor Begushin. E për në QKK, shefi i emergjencës në Gjilan vendosi të dërgojë vetëm pas stabilizimit të gjendjes. Betejë ka vazhduar afërsisht 55 minuta. Domethënë 13:45 ushtarët, 14:40 veç ne kemi fituar në ritëm, një qarkullim spontan me parametra stabil. Për reagimin profesional të stafit në Viti, u shpreh krenare dhe shefi i urgjencës në këtë komunë, Gazmend Halili. Është një kënaqësi kur kemi në radhën tonë edhe mjekë të rinj të cilët përveç ngritjes profesionale kanë edhe guxim për më marrë me raste. Falë reagimit të shpejtë dhe punës së koordinuar të ekipeve mjekësore në Viti, Gjilan dhe më pas në QKK, pacienti arriti të mbijetojë. Në QKK, ati u vendos stent, ndërsa gjendja e tij shëndetësore tashmë është e mirë. Pas trajtimit spitalor, 52 vjeçari është liruar për në shtëpi ku po e vazhdon rikuperimin.